Ajo që dua të them është se nëse e doni vërtet Jezusin, nëse jeni vërtet të përkushtuar, atëherë s'mund të jetoni për veten tuaj. Ju duhet të bëni një tranzicion dhe të doni atë që Perëndia do më shumë se sa atë që doni vetë. Nëse doni vetëm përfitimet e të qeni të krishterë, atëherë ndoshta po kërkoni të shihni ku është dalja më e afërt dhe si mund të dilni prej këtij pa shkaktuar shqetësime, sepse ky mesazh nuk është në lidhje me privilegjet e të qenit të krishterë, por se si të kemi leje hyrje në këto privilegje dhe si ta lejoni Zotin të bëjë atë që ai do. Në rregull. Do t'ju flas për atë që e quaj të vdesësh për të jetuar. Dua të shkruaj një libër para se të vdesësh për të jetuar. Por mendoj se mund ta shkruaj dhe t'i them familjes që mund ta publikojnë pasi unë të vdes. Sepse nuk jam e sigurt se sa njerëz do ta blejnë dhe nuk dua të zhgënjehem, kështu që po e lë këtë punë. Në fakt, ky parim është në fjalën e Perëndisë dhe është i artzakonshëm kur e shihni, sepse kur ne vdesim për veten tonë, atëherë fillojmë me të vërtetë të jetojmë. Kështu vërtet, në këtë mënyrë Zoti do që ne ta shohim këtë dhe jo të mendojmë, po, kur ne vdesim nuk jetojmë më. Por ai thot se kur vdesim për veten, atëherë dhe vetëm atëherë ne fillojmë të jetojmë, madje nuk kemi filluar të jetojmë, derisa t'i themi lamtumir vullnetit ton dhe përshëndetje vullnetit të Zotit. Dhe unë mendoj se po të jemi të sinqert, ne e dim se kemi filluar ecjen me Perëndin dhe i duam këto gjëra dhe duam që Perëndia të na ndihmojë t'i marrim. Forca, mos më shihni ashtu, ne duam këtë dhe duam atë dhe duam diçka tjetër dhe Perëndia do të na japësh këtë. Ne mund të përfundojmë me shumë gjëra, por Perëndia nuk do të na i jap derisa ai të di se jemi gati. Dhe si jemi gati derisa të jemi gati të dorëzojmë atë që Perëndia na thot. Dhe Perëndia do të na bëj të mendojmë se kur nuk do ta kemi diçka që duam, derisa të arrim në pikën ku të mos e vrasim mendjen, atëherë ai do të na jap. Amen. S'mund të ketë kaq rëndësi. Marku 8, vargu 34. Pastaj e thiri pranë vetes turmën me dishepujt e vet dhe ju tha: kushdo që do të vi pas meje të mohoj vetveten, ta haroj, ta shpërfill, ta lër mënjan, t'i heq syt nga vetja dhe interesat e tij. Mirë, ura. A është ndonjë i gëzuar? Nuk dëgjova ndonjë amen kur e lexova. Dhe le të marr kryqin e vet dhe të më ndjek mua, sepse ai që don të shpëtojë jetën e vet më të lartë frymërore, do ta humbas jetën e tij më të ulët dhe të përkohshme që jetohet vetëm në tokë. Por ai që do të humbas jetën e vet për hirin tim dhe për ungjillin, do të shpëtojë jetën e tij frymërore në mbretërinë e qiellit. Çdo bi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën nëse humbet shpirtin e vet. Pra çfarë po thot? Ai po thot se nëse dorëzojmë jetën e ulët, mund të kemi jetën e lartë. Nëse kapemi pas jetës së ulët, kur do ta kemi jetën e lartë? Me fjalë të tjera, duhet ta dorëzojmë jetën, çdo gjë që Perëndia i vë gishtin. Të dorëzojmë zemërimin, të dorëzojmë fyerjet, të dorëzojmë hidhësinë, të largohemi nga një punë ku detyrohemi të bëjmë kompromis, të largohemi nga dikush që po takojmë sepse e dim që ai do të na tërheqë në pus me veten, cili do qoftë rasti ynë. Dhe s'po them se nëse jeni martuar me dikë që është të largoheni prej tij, shumë keq, aty kemi marrë një zotim. Duhet të luteni për këtë që të funksionojë. Por po them, e dini nëse akoma se keni firmosur letrën, më mirë vraponi sa më shpejt të mundeni. Amen. Por Satani e ka shtrembëruar idenë asaj që ne mendojmë se duhet të dorëzojnë të krishterët. Dhe ka kthyer këtë gjë në diçka që s'është, si një djalë me të cilin po flisja, se kam përmendur më parë.
Ai e di se çfarë bëj unë dhe më pyeti se si u futa kësaj pune. Unë i thash, po, vërtet ende po përpiqem ta kuptoj dhe vetë, por nuk u përpoqa t'ja shpjegoj atij. Dhe më pëlqen kur njerëzit e bëjnë këtë, ata sikure kuptojnë këtë që unë bëj. Dhe shumë njerëz më thonë, unë nuk jam shumë fetar. Dhe unë u them, as unë nuk jam. S'jam as pak fetare, por kam një marrëdhënie personale me Jezusin dhe kjo më pëlqen shumë. Kështu, ja se çfarë tha ai, dhe për këtë po ju flas sot. Ai tha, e di, unë nuk jam shumë fetar. Ai tha, babai im ishte shumë fetar dhe më kujtohet që kur s'mund të shkoja në kinema dhe ai thoshte se po të ishim në kinema kur Jezusi të kthehej, atëherë do të shkonim në qell. Mirë, dëgjoni, këto janë gjërat e marra që fetarizmi na bën. Unë po ju flas sot për dorëzimin e gjërave, por nuk po them që ju s'mund të argëtoheni, apo s'mund të shkoni në festa, apo të shihni një film, apo të kërceni, s'mund të vishni ngjyra e të bëni tualet. Nuk po flas për këto. Ju lutem, nëse ju duhet tualet, bëjeni. Ne vlerësojmë kur merrni sa më shumë ndihmë që mundeni. Ju thjesht nuk e dini se sa shumë punoj unë për këtë. Dhe kështu. Ju lutem, mos krijoni iden kur dëgjoni në lidhje me dorëzimin e diçkaje, se kjo do të thotë se s'mund të argëtoheni. Unë po flas në lidhje me dorëzimin e gjërave që realisht vërtet ju dëshpërojnë. Kështu ju mund të keni gjërat që ju sjellin gëzim të vërtet në jetën tuaj dhe nuk ka asnjë shans që ndonjë nga ne të jetë vërtet i lumtur nëse nuk jemi në qendër të vullnetit të Perëndisë për jetën tonë. Tani më dëgjoni, Zoti do të bëj marrëveshje me ju. Thjesht nëse po përpiqeni të bëni marrëveshje, nuk funksionon, po ju tregoj një histori kur fillova të kuptoj se Perëndia më kishte thirrur të mësoja fjalën. Kisha 3 fëmijë të vegjël në atë kohë dhe s'mund të shkoja në kolegj biblik, s'kisha mundësi që të mësoja diçka dhe nuk është e zgjuar të japësh mësim biblik ndërkohë që se nje Biblën. Kështu që unë duhej të studioja. Dhe duke qenë se kisha një punë me kohë të plotë dhe fëmijë, ishte e vështirë për mua të gjeja kohë. Kështu nuk po e sugjeroj këtë për dikë tjetër, madje do t'ju sugjeroja të mos e bënit pa u siguruar se keni marrë një fjalë nga Perëndia. Por Perëndia vërtet filloi të merrej me mua, që të lija punën time, që të mund të kaloja kohë në shtëpi, duke studiuar Biblën dhe duke u përgatitur për atë që ai do të më jepte më vonë. Problemi vetëm ishte se nuk kishin paratë mjaftueshme. Çdo muaj kishin para mangut, nuk ishin shumë, por ishin gati $50 më pak dhe s'mund të plotësonin paratë për faturat. Kështu e lash punën me kohë të plotë dhe fillova një me kohë të pjesshme. Forca, Perëndia do të jetë i lumtur me një bindje të pjesshme nga ne. E dini ç'ndodhi me punën me kohë të pjesshme? Më pushuan nga puna. Zoti ma bëri të ditur se e kishte seriozisht. Unë nuk isha nga ata njerëz që mund t'i pushojnë nga puna, isha një punonjëse shumë e mirë. Kështu e tregoj këtë histori, sepse kjo është ajo që unë po bëja, po përpiqesha t'i jepja Zotit një sakrificë dhe jo bindjen time. Po unë nuk do t'a fal atë njeri Perëndi, por do të shkoj në kish 2 herë këtë javë. Apo cili do qoftë rasti juaj. Sa nga ju e dim për çfarë po flas. Në rregull, tani dua të dëgjoni veçanërisht këtë, sepse është shumë e rëndësishme. C.S. Lewis shkroi në librin e tij Pesha e lavdis. Po të pyesnit 20 burra të mirë sot, se cilët mendojnë se janë virtytet më të lartë, 19 prej tyre do të përgjigjeshin mungesa e egoizmit. Por nëse pyesni të gjithë të krishterët e mëdhenj të së shkuarës, ata do të përgjigjeshin dashuria. Dua ta vini re çfarë ka ndodhur. Një term negativ është zëvendësuar me një term pozitiv dhe ky është një problem shumë
i madh. Ideja negative e të qenit jo egoist, mbart mbi vete sugjerimin jo kryesisht të sigurimit të gjërave të mira për të tjerët, por të mungesës së tyre për veten tonë. Po më ndihni? Dëgjoni, nëse unë ju them, mos jeni egoist, mos jeni egoist, mos jeni egoist, s'mund të jeni egoist, jeni jo egoist. Atëherë, ju do të merrni idenë se duhet të bëni pa diçka, duhet të bëni pa diçka, duhet të bëni pa diçka. Por nëse ju mësoj t'i doni njerëzit, s'mund ta bëni këtë e t'jeni egoist. Por tani pa pritur po e shihni këtë gjë nga një këndvështrim kreti ndryshëm që bëhet shumë më i këndshëm. Kështu, unë nuk do t'ju them se s'mund të shkoni në festa, s'mund të shihni filma, s'mund të bëni këtë e atë. Ajo që do t'ju them është se mund të drejtoheni nga fryma e shenjtë. Dhe kështu, nëse jeni në kinema dhe nuk po ndjeni rehat, dhe e dini se Perëndia nuk do që të jeni aty, nuk është gjëja e duhur dhe ju s'duhet ta shihni atë, atëherë binduni nxitjeve të frymës së shenjtë dhe ngriuni e dilni dhe do të keni më shumë gëzim. Ndërkohë që po të qëndroni, ndërgjegja juaj do t'ju dënonte. Mishit tuaj mund t'i pëlqej filmi, por ju nuk do të flini mirë atë natë. Apo më kuptoni? Në rregull. Me qëra fjala, nuk është diçka që duhet ta bëni për të shkuar në qiell. Gjërat që po ju them s'janë ato që bëni për të qenë të shpëtuar. Shpëtimi vjen me anë të hirit përmes besimit. Shpëtimi ynë është blerë dhe është paguar. Ajo që po them sot është se nëse e doni vërtet Jezusin, nëse jeni vërtet të përkushtuar, atëherë s'mund të jetoni për veten tuaj. Ju duhet të bëni një tranzicion dhe të doni atë që Perëndia do më shumë se sa atë që doni vetë. Dhe nuk e di, sinqerisht, ndoshta jo të gjithë në këtë sallë sot apo që më shohin nga ekrani janë të gjithë gati. Duhet kohë të jesh gati për ta bërë këtë. Ndoshta s'jeni gati, por nuk ka problem. Do ta predikoj në një mënyrë tjetër, dhe në një mënyrë tjetër, dhe në një mënyrë tjetër, dhe në një mënyrë tjetër. Djali im tha një herë shumë vite më parë, ai imitonte siglën e takimeve tona. Dhe një natë, unë hyra dhe ata gjithmonë donin të dinin mesazhet e mia dhe ai tha, mirë, si do ta quajmë sot të vdesësh për veten? Sepse ai tha, pavarësisht se çfarë titulli i vë ti, gjithmonë kthehen të gjitha në të njëjtën pikë. Por është një mesazh që na duhet, nëse përqendrohemi tek ajo që do të humbasim duke ju bindur Jezusit. Ka shumë gjasa që kur të mos e gjejmë kurajon t'i bindemi atij. Do ta them përsëri. Nëse përqendrohemi tek ajo që do të humbasim duke ju bindur Jezusit, ka shumë gjasa që kur të mos e gjejmë kurajon t'i bindemi atij. Mos u përqendroni tek, mos duhet ta lë këtë punë, fitoj shumë para aty. Jo, mos u përqendroni këtu. Përqendroni tek gëzimi që do të keni nga të qenit në vullnetin e Perëndis dhe tek shpërblimi që Perëndia do të sjellë në jetën tuaj dhe në punën më të mirë që do t'ju jap, nga që ju jeni bindur atij. Amen. Le të marrim diçka si një shembull, le të themi, e dini, s'duhet ta shihni diçka si disiplina, si, shumë e vështirë. Disiplina. Unë mund të thosha se do të predikoj sot për disiplinën dhe ju do të rënkonit. Do të ishte një rënkim që do të kalonte përmes turmës. Por e dini, disiplina s'është armiku juaj, është miku juaj. Nuk ka përse ta disiplinoni veten. Pali tha, të gjitha gjërat janë të lejueshme dhe mund të bëjsh ç'të dua, por ai tha, jo të gjitha janë të dobishme, jo të gjitha janë të mira, kështu që nuk do ta lejoj mishin tim të më sundoj dhe të bëj një lloj jete të çrregullt. Unë do ta nënshtroj mishin tim, sepse ai donte jetën më të mirë që Perëndia kishte. Shumë njerëz u tremben ushtrimeve sepse kanë pikpamje të gabuar për to, mendojnë se sa dhimbje do të kenë, dhe nuk mendojnë sa mirë do të duken 5 muaj më vonë, dhe se sa mirë do të ndihen. Në rregull, apo e kuptoni këtë? Në rregull. Mirë. Lajmi i mirë është ai që Pali thotë Galatasve 2:20, u kryqëzova bashkë me Krishtin. Në të u ndaj kryqëzimin e tij.
Dhe nuk roj më unë, po Krishti Mesia ron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besim. Mirë, kjo t'ingëllon shumë serioze. Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, po Krishti ron në mua. E dini që më pëlqen? Pali e shkroi këtë vetëm pasi kishte qenë 20 vite i konvertuar. E dini pse më pëlqen? Sepse kuptoj se ka shpresë për mua. Dhe se është një udhëtim. Kur ne u themi lam të mirë gjërave pak nga pak, e pak nga pak, unë po ju kërkoj që të bëni çdo gjë që Perëndia i ka vënë gishtin. Disa nga ju po më shohin si ti jem jashtë toksore, po shohin. E dini pse njerëzit heshtin kur predikoj kështu, sepse mendojnë, ma pas ka hedhur. 20 vite pas konvertimit të tij. E dini që është vdekja për veten, është pjekuri frymërore. Kjo është në të vërtet. Është thjesht të ritesh në Perëndinë. Ti thuash po Perëndis. Dhe për ta bërë këtë, nëse duhet i thoni jo vetes apo jo dikujt tjetër, atëherë poja e Perëndis gjithmonë fiton. Në rregull, dua t'u lexoj disa shkrime këtu, pastaj do të vazhdojmë. Cilin nga këta dua? 2 Timoteu 2:11. Kjo fjalë është e vërtetë, sepse nëse ne vdiqëm me të edhe do të rojmë. 2 Korintasve 4:8 deri në 12. Ne jemi të shtrënguar e të shtypur në çdo mënyrë, por nuk jemi të ngushtuar deri në fund. Jemi ndërdysha, zvojmë poshtërimin, kemi më dyshje se mund të gjejmë rrugdalje, por nuk jemi të dëshpëruar. Jemi të përndjekur e të persekutuar, por jo të braktisur, jemi të rrëzuar, por jo të shkatëruar. Tani duhet të shohim vargjet e tjerë. Kurdo ne e mbajmë në trupin ton, detyrimin dhe ekspozimin ndaj të njëjtës vdekje që Zoti Jezus vuajti, që edhe jeta, ringjallja e Jezusit të shfaqet gjithashtu në trupin ton. Mund t'ju tregoj shkrim pas shkrimi, ku ai thot, nëse jeni gati të vdisni për mënyrën e jetesës në mish, dhe do t'ju tregoj pas pak si vdesim, dhe çdo të thot kjo. Në thelb kjo do të thot unë nuk do t'jetoj kështu. S'do të vazhdoj të ushqej mishin. A mund t'ju them diçka? S'ka pse ta mbani mishin të lumtur. E dini pse? Ai është budalla. Ju thot të hani gjërat që s'janë të shëndetshme. Të rini vonë natën, të mos flini gjumë. Merë përsi për më shumë nga që mund të bëni ju, sepse përpiqet që ju t'i bëni përshtypje të mirë dikujt. Të rini me njerëz që nuk ju pëlqejnë fare, nga që ata janë në grupin e duhur. Forca, unë di gjithçka për këto. Të vishni këpucë dhe rroba që janë të ngushta. Sa e sa vite vesha këpucë me taka që më vrisnin këmbët kur predikoja. Pse? Sepse ishin të bukura. E dini që më bënin këpucët e bukura? Plag dhe kallo. Ka disa gjëra që ju ndodhin kur plakeni. Unë nuk vesh gjëra të ngushta dhe nuk vesh diçka që s'jam rahat dhe nuk e ha diçka që s'më pëlqen. Dhe nuk ri jashtë deri natën, veç se kur jam duke predikuar, ri në shtëpi duke pushuar në karrigen time. Amen. Po, shumë nga ju janë të rinj, por do të plakeni. Vargu 11, sepse ne që jetojmë jemi vazhdimisht të dorëzuar në vdekje për Jezusin. Ne që jetojmë jemi vazhdimisht të dorëzuar në vdekje për Jezusin, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në mishin ton të vdekshëm, të vdesësh që t'jetosh. Vdisni për veten, do t'jetoni vërtet. Kolosianëve 3 thot diçka që është pak e vështirë që ta kuptojnë të gjithë. Thot, bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë.
Është shumë e thjeshtë, a jeni gati? A jeni gati të dini sa e thjeshtë është të vdesësh për veten? A doni t'ju them se si ta vrisni mishin? Mos e ushqeni më. Dhe nuk po them të mos hani darkë, s'po flas për këtë. Ju thoni, jam pak e utuar. Mjaftë ushqyet, nëse se ushqeni do ta humbas forcën dhe energjinë që ka mbi ju. Mund të vrisni çdo gjë duke mos e ushqyer. Në rregull, ja se si e ushqeni. Një grua është e zemëruar me burrin. Ajo është e krishterë. Fryma e shenjtë i kujton asaj, i sjell asaj ndërmend, Efesianëve 4, 26 dhe 27, djellit të mos perëndojnë mbi zemërimin tuaj. Mos i lër vend djallit në jetën tënde, mirë zemër? Tani ajo duhet të bëjë një zgjedhje. Çfarë do të bëjë ajo? Është ora për të fjetur dhe s'duhet të flejë e zemëruar. Perëndia po thot, shko bëj paqe dhe kërko falje, se kisha unë fajin. Unë kërkova falje herën e shkuar. Në rregull, ja si është puna. Mishi do që të jeni të zemëruar. Mishi s'do që ju të keni paqe. Mishi juaj po bashkëpunon me djallin. Hape një derë për mua. Hape një derë për mua, po ju thot djalli, por fryma e shenjtë është në ju, dhe ju keni shkuar në takimin me Joyce Meyer. Dhe keni dëgjuar gjithë këto shkrime që ajo ju citon, dhe tani fryma e shenjtë po ju akujton këto shkrime. Kështu fryma e shenjtë po thot, haroje dhe bëj paqe. S'ka rëndësi kush ka të drejtë. Bindju Zotit. Tani, ju mund të bëni atë që doni të bëni dhe të ushqeni mishin tuaj edhe një herë. Çështja është se sa herë që e ushqeni atë, i jepni më shumë fuqi. Sa herë që e ushqeni mishin, ju e mbani gjallë. Por sa herë që nuk e ushqeni atë, a i bëhet pak më i dobët, dhe pak më i dobët, dhe pak më i dobët. Dhe e dini çfarë, më kujtohet kur zemërohesha me Davin dhe nuk i flisja një fjalë atij njeriu për 3 javë rresht. Tani kjo ndodhte gjatë vitit të parë, në rregull? Dhe vërtet, nuk e di sa net shkoja në shtratë e zemëruar, dhe ja budalla lëku më i madh. Unë flija në cep të krevatit, sepse nuk doja që ta prekja fare. Nuk dua të prek fare. Ai ishte i mbështjell me organ, dhe unë nuk doja të kërkoja asgjë prej tij. Kështu nuk i kërkoja as organin, kështu rija e shtrirë në cep të krevatit dhe ngrija gjithë natën. Dhe isha e zemëruar, dhe ai flinte. Po ju pyes, kishte të drejtë Perëndia apo djalli? A duhet ta ushqeja mishin edhe me një vak tjetër e ta bëja të lumtur, apo do të ishte më mirë që jo? E dini çfarë? Nuk ka shanse që unë të shkoj në shtratë e zemëruar tani. Vërtet, se vras mendjen. Se vras mendjen se ç'duhet të them apo ç'duhet të bëj. Edhe sikur t'i përgjërohem që të pajtohem, s'do të fle e zemëruar. Zoti nuk po bën një fushat zemërimi në jetën tuaj. Dhe ai po prek gjëra dhe dëshiron që ju të thoni lamtu mirë atyre. Është koha për disa ndryshime në jetën tuaj, amen? Një përkushtim i plot ndaj Perëndis do të thotë jemi të gatshëm. Ti dorëzohemi çdo gjëje që ai dëshiron të bëj në jetën tonë. Gjithmonë kujtoni se çdo gjë nga e cila Perëndia mund t'ju kërkoj të ishni dorë, ai gjithmonë do ta zvendsoj me diçka shumë më të mirë në këmbim.